për vjetorin. Kështu që, po në fund, sakrifica, kur i arrin objektivit, ja ka vlej çdo gjë, besoj unë. Edhe sot që ka qindra mira familjarë të pagjetë. Kemi plot familjet që ende vuajnë, edhe nuk e kanë ende të gjithë fatin e dashëve të tyre, e me mia familje dëshmorëve, e me plot invalid që kanë dhënë pjesë të trupit, e me mijat e tjerë që janë shkatruar nëpër burgje, që kanë shkatruar shëndetin, të gjithë në mënyrë apo tjetër, na plotson çka? Na plotson realizimin që jetojmë sot, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për cilën ka qenë angazhim i gjithë. Faleminderit shumë. Nesër Kosova i bën 18 vjet. Sot, po ta bëj pyetjen kështu aspektin filozofik. Nga çfarë duhet mbrohet liria e Kosovës pa armë? Si ta mbrojmë lirinë e Kosovës pa armë sot? Nga ne vetë. Nga ne vetë spari? Po, spari nga ne vetë. Liria të arritura tona, kërkush s'mund me ne rreziku ma shumë se sa ne vetë. Dhe nëse na jemi në rregull, nuk ka asgjë që mund të na rrezikon. Gjithmonë ne kena me pas kundërshtar. Kosova, siç e thatë ju në Hyri, unë kam pas fatin me qenë në këto proceset prej Erambujes, Vjenës, marrëveshjeve Atisarit, shpallin e pavarësisë, në gjitha këto procese. Ju gjithmonë keni neutral, hezitus, kena pas rrugës, ka pas edhe kundërshtar të pavarësisë nga vendet evropiane. Po vendosmëria, angazhimi, përkushtimi, kujdesi, durimi, na ka quat e ku kemi dashur, sakrifica. Dhe, ama, diçka që neve nuk mundna me gjetë shpëtim, është në qoftë se ne kthehemi armikët e vendit tonë, kundërshtarët e vendit tonë të kësaj që kemi arritur. Liria është arritur me shumë sakrifica, po më shumë dojnë me mbajtë. Dhe angazhimi, raporti ynë ndaj shtetit për ditë, ndaj asaj historie të lavdishme të kombit tonë, në breza, të vazhdueshme. Nderimi dhe respektimi, me a ditë vlerën ku jemi sot, ne ku kemi qenë para 18 vite, sa ka qenë unë miku tani edhe para 25 vite, sa ka qenë Serbia, janë, si me thonë, janë udhërrëfyesi se ga dora me drejtu vendin tonë, të sjellja ju ndaj shtetit e para. Pastaj, kur ne jemi në rregull me raport me shtetin, unë besoj që nuk ka vështirësi, eventualisht dhe rrezikim i lirisë tonë që s'mundemi me mbrojt. Po në qoftë se këtu nuk jemi në rregull, atëherë nuk ka nevojë shumë armiq jashtë me pas për me degradu ose demontu këtë shtet që a bë me shumë sakrifica. Si me thonë, përkushtimi ndaj vendit nuk është vetëm një mision që ja marrë te ti. Është i vazhdueshëm, është i përditshëm. Në raport të qyshëm në familje, në edukimin e fëmijës, e pasaj qëndrimi raporti ynë me punën tonë që e bëjmë, angazhimi jonë në punën publike, sjellja jonë raporti ynë ndaj të kalurës, nderimi dhe respektimi e asaj që am rritë këtu, që të tregojnë raportin tonë me shtetin cilën e ki, e jo veç me kujtu shtetin kur vjen i datë, ose shtetin me dashtë kur jenë pozit, eventualisht kur të ofrot diçka. Me në gjithë një flamur të Kosovës, shtetit tonë, vetëm atër kur, si me thonë, kur e kini farë detyre zyrtare e publike. Kështu që mendoj që me shujzorasin këtë natë të përvetorit, të gjeneratave të reja, mi u kujtu se sa vështira kanë me arë këtë rrugë, mi u kujtu që një pjesë e madhe njerëzit të Kosovës ende kanë plagë. Që qenë plaga fizike, resul shërohet. Unë kam qenë i plagosur, asë nuk e di, si me thanë, nuk kam mësë të lashe në trupin tem, vështira me gjithë plagën ku mu ka fut plumi, ama plaga shpirë.